dy video në një video të shëtë bëj shpejt këtu. Një ishte në përgjigjet një video që pash nga Kryeministri Rama, që thotë aty në Facebook e pashën këtë në Twitter ku ka thënë ai, që unë jam këtu për të marrë hak. Thotë si duket është në për Evropë dhe ka shku atje si duket. Thotë po vit marrë hak, për arsye se unë kam qenë emigrant, edhe me kanë keq trajtu kur kaloj e kufirin, më kërkonin pasaportën, më shiftin si njëri që po shkel, si kriminal që po shkel shtetin e ty në paftume ku të dion. Nuk e di si da marrë këtë hak, me qoftë se mendon që do marrë hak se do i boj shqiptarët me pasaportë evropiane, ti s'po merr hak, por ata po të ndreqin. Nuk është hak marrje. Hakun është thjesht ne e marrim kundër atyre që na ndan. Ndoshta na ndan, ndaj qeveri që është ytat për fshimeta dhe i madh për fshimeta. Po them në mënyrë figurative se i madh s'ka pas asgjë, kurse joti ka pas megjithatë. Ose është fati, ashtu në ndalë fati që lumë të ishim në kampin e lindjes të rusëve, ka qenë edhe Gjermania lindore, s'kemi qenë vetëm ne. Kështu që nuk e dim që të marrë shak, por në qoftë se ti jemi gjithmonë për ti ngrejt vlerën në Shqipërisë më shumë se sa do të ngrej pasaporta evropiane, ti mund të bësh këtë. Ti ke mundësit. Ti ke mundësi të bësh këta, të shikosh pronët tona nëntoksore, naftën dhe bakrin, që na e morin falës, që ikën në përballë sot falës, nuk na kanë morën kohën e Enver Hoxhës, kompanitë të ndryshme vinë e morin naftën tonë, e nxjerrin jashtë falës, nuk paguajnë asnjë lek, sa thonë dalin me humje, edhe vinë e morin prap. Vinë e morin mineralet e tona falës. Falës duhet paguajnë ty në xhep diçka se s'ka mundësi, se si të vjerë të morë tjetri, përonën tatë në toksore falës, edhe mos paguat asgjë dhe vazhdojnë të morin dhe thonë që po dali me humje. Kush pënë nënës ka guximin t'ja falë atyre t'i lejtë gjenë të morin? Unë kam fikun aty, ata kam monë aty në kopërshtim, edhe më vjen ti nga një jevë ka ty më vjen nga Tirana, nga Durrësi, për ditë për natë më shkoshët, të shkoj të shes në Durrës se nuk mje pas një lek, nuk më le fëmijët e mi të hajnë aty ato fiqë se thotë të shes edhe nuk mje pas një lek se po del me humje, edhe vjen prapi mert në esmen, e pas në esmen që është kjo poshtërsi? Që haku të të marrë ti kur ti po len pranën tonë, të hikin në përbot falës, e vinë e marrin çdo ditë, çdo natë? Ndali këto, pislligje. Jepi pasaportën çdo lloj shqiptari, jo ne të marrim pasaportë evropiane që ta marrim se s'ban, si me ty, si pa ty, do hym. Por shqiptarët o Edi Rama, që jetojnë anë kënd botës, ku po shuhemi e zhdukemi, kryesisht në botën arabe dhe në Turqi, ku jemi një pjatë, një ma s'ka që madhe. Atyre bindi, atyre u jepi pasaportën, të thonë me plot gojen që janë shqiptarë, jo të lutën ata nëse japim akoma. Ti mund të bësh Shqipërinë të madhe, ti mund të bësh Shqipërinë krenare, ti mund të bësh diçka për veten tate para se të ikësh, se si dhejmë do ikësh edhe ti dhe unë. Do ikim nga kjo botë, po ti ke mundësin të bësh diçka, zgjidh dhe boja diçka për kampin sot, se nesër është tepër vonë. Sa mi gjokat për shnet. Të është për Ymeri, në Ymer Nurga. Ymeri kishtë postu një shkrim sa po lexova, që në Durrës kanë hap një çështje gjyqësore, ca akuzë për një mjek. Edhe ky mjeku, thot Meri, me sa kuptoj unë, është njëri që ka respekt për të gjithë Durrësi. Nuk jam mund të gjykoj, nuk jam mund të kundërshtoj Nurgën, megjithëse çdo njeri është subjektiv. Edhe thot Meri, ai një gabim pas ka bo, edhe mos e dënojmë një kirurg kaq të madh për një gabim se e ka shëlbuar media. Ymer Nurga
vllajim, edhe ti tishe, edhe unë tishe, edhe Astrid jo tishte, edhe Ganjoim tishte, në qoftë se me një pagujdesi, negligjencë, thonë ne këtu, që ka negligju, me një pagujdesi, ai, për doktori, ka qenë arsye për shembull që dikush të humb jetën, edhe sikur Norge, ai të jetë njeriu më i përkryer i kësaj bote në Shqipëri, ti nuk duhet të myllësh edhe bësh thirrje njerëzve, kryesisht medias apo hetuesve, ta myllin çështjen se ai është njeri i mirë. Gjyqi duhet, organet kompetente duhen, media duhet dhe populli duhet të ngrihet të dënojë më të madhe. Pse? Arsye është fare e thjeshtë. Në qoftë se ne do mbyllim syt kundrejt negligjencës së një personi, sepse e gjykoj unë apo dhe ti, apo dikush tjetër si njeri përkryer, atëherë nuk mund të bëjmë diskriminim nesër kundrejt një doktori tjetër, sepse për shembull po los sha me Sami Gjokën dhe pacienti po vdes do ndërhyret me njëhershme dhe ai është në kohën e punës dhe nuk ngrihet nga ta sha ose ka pajzen mati apo do të zeti mat për para dhe humb jetën tjetri. Ne nuk mund të bëjmë dallime të tilla i Mernurka. Ai duhet të vihet para përgjegjësisë, sepse në qoftë se nuk e vëmë para përgjegjësisë, në ndërtojmë një president të dëmshëm. Se duket deri më sot, ne si kemi vu para përgjegjësisë dhe me anku, edhe ti je anku sa herë tek unë, duke bë muhabet. Por tash kur kërkojmë të vëmë para përgjegjësisë, ngrihesh sa është burri mirë. Nuk e negligjenca nuk është qëllimshmëri. Kur vihet para gjyqit, edhe para hetimeve, që mund të hiqet edhe licencë e doktorit, ne mund të humbim një doktor të madh, ne mund të flejojmë një njerëz të mrekullueshëm, por për një të mirë më të madhe, quhet e mira utilitariste në drejtësi, që mund të rrezikojmë për shembull i merr Nurkën, është fatkeqësi apo Sami Gjokën, por për të dhënë shembull të tjerë mos guxojnë të jenë të kujdesshëm, është për të mirën e gjithëve. Por në qoftë se atje ka negligjencë, ka qenë thjesht negligjencë. Për shembull, negligjenca mund të jetë e tillë që mund të ketë menduaj që ka një smundje tjetër për tjetër, edhe nuk i kanë bërë skanimin e dur, skanimi do të nxjerrë të tjetër smundje që ka në kokë. Kjo negligjenca është më pak e dënueshme se sa të ketë qenë për shembull e qëllimshme që si ke dhënë ti $2,000 në dorë, që quhen këta me që jep në dorë, edhe ai e kalon të vdesi njeriu tat. Kjo është e qëllimshme. Mirë po, nuk e di pse u shkëput. Mirë po nuk dënon kush për ato që s'ke po, dhe s'duhet dënoj kush. Në Shqipëri ka avokat, ai do ketë avokatin e vetë mbrojtës, as nuk duhet të hapi çështjen gjyqësore populli, masa e popullit, populli kërkon drejtësinë, as nuk duhet të bëjë dënimin edhe mbrojtjen, as mbrojtjen populli. Por nuk mund dalim ne edhe bërtasim, o fale sa është burri mirë, sa është miku im, apo se më ka shpëtu mu, apo se më që thënë më tjetë burri mirë edhe fali gabimet, ashtu si kurse as nuk mund të dalim dënoje se është burri keq. Njeriu, burri mirë apo burri keq, atëherë kur të ulim tavolin, kur të bëjmë muhabet, kur të thrasesh në shtëpi për kafe, kur të thrasesh ti në tavolin, aty është burri mirë, burri keq, shoku mirë, shoku i keq. Kurse për sa i përket veprimeve tuaja që ndikojnë tek tjerët kryesisht edhe mund t'i kushtojnë tjerëve, aty duhet marrë përgjegjësia dhe përgjegjësia duhet marrë qim, si thonë, deri në qimin e fundit, nuk po gjehet fjalën, pra duhet marrë përgjegjësia. Në qoftë se është thjesht negligjencë, do dënohet për negligjencë, do të bëhet shembull për gjithë, për shembull doktorët e tjerë, infermierët e tjerë, spitalet e tjera. E në qoftë se është e qëllimshme, e likshme, atëherë të dënohet si e qëllimshme, e likshme. Në qoftë se del se s'ka qenë fare negligjencë, atëherë drejtësia, në qoftë se ka dhe drejtësi, me provat që ata kanë,
Masi ata hapin apo mbyllin çështjen, ata e nxjerrin të pafajshëm, nëse ka pafajshmëri. Por i merr nurka, ai sa je njëri i madh, ai sa je njëri i mirë, poeti mrekullueshëm, unë mendoj që je gabim, që ne do t'i gjykojmë njerëzit mbas të mirave e të këqive që ata kanë. Për shembull, në qoftë se që ka burri mirë, t'i falen gabimet, t'i falen dhe krimet se një krim ka bë, e në qoftë që ka burri i keq, atëherë të dënojmë edhe kur s'ka bë krime. Kështu që ka këtë drejtësia i merr Nurkës. Nuk jam dakord me ty merr, edhe uroj që Shqipëria, siç shpreson ti, të ketë ditë më të bukura përpara, por ditët më të bukura përpara ne do t'i kemi kryesisht në qoftë se vëmë në vend drejtësinë, ku nuk gjykoj më në bazë të miku im e shoku im, apo burri mirë, apo burri keq, por dënojmë veprimin pa lidhje për sa i përket burrit mirë apo burrit keq. Këta quhen character identities, me lafë cilësit karakteristikët tjetrit, që nuk duhet të vihen aty në të bile asë një gjysh, nuk duhet merren parasysh, për arsye se dikujt pastaj e lehtësojmë krimin e dikujt e rëndojmë. Krimi dhe gabimi është krim e gabim i pa lidh, i pa shoqëros me karakterin. Nuk më intereson më fjalë për shprehjen në qoftë se një fëmijë, një gocë të mitur shkon e përdonon një djalë kriminali apo djali i një ministri. Është akti përdonimi që dënohet, edhe s'duhet fare të lidhim se sa burri mirë ka qenë e sa burri keq ka qenë baba i tij apo ai vet përpara se të bënte përdonimin. A është drejtor apo është burgaxhi? Ai që shkon edhe përdonon për shembull një gru, duhet dënuar një lloj. Jo, po ky ka qenë burri mirë, vetëm këtë përdonim ka bë, po ai tjetri ka qenë burri keq, ka bë disa përdonime, tjetër gjëja. Edhe herë me Nurka, nuk më pëlqeu fare mbrojtje që ti bën negligjencës kryesisht në shëndetësi. Duhet dënu dhe dënu ashpër, edhe në qoftë se ai vetëm këtë ka bë dhe të tjerët kanë bërë shumë negligjenca, duhet dënu gjithë, por kur hapet nuk duhet ndal. Pastaj në drejtësi, ai ka ato avokatët e vet, avokatët e bëjnë drejtësinë, jo populli. Nuk do të bëjmë tash drejtësi prap me popull, me revolucion, të dënojmë, të vrasim, të nxjerrim zorët në rrugë apo të falim. Ato duhet i bëjë drejtësia në bazë hetimeve, investigimeve, edhe pastaj të gjykojnë, edhe të bilat jenë jashtëzakonisht më të ashpër se sa duhet që doktorët e tjerë, infermierët e tjerë, spitalet e tjerë të mendojnë 2-3 herë përpara se nëse ne do bëjmë ligj, për shembull ta lejnë një fukara të vdesë atje për qefin e tyre, për shkak se do të lodhë sha, sa mbi qoka ju përshëndet.